Sot jemi në komunën e Vrapçishtit përballë kandidatit Isen Shabani, i cili synon një mandat tjetër pas 8 vitesh në krye të komunës. Megjithatë, rrugët nuk është se janë aq të mira në këtë komunë, ka probleme sa i përket ujit, infrastrukturës, transparencës, si dhe akuza të shumta për shitjen e tokës publike. Pikërisht sot Isen Shabani është në histori për t'ju përgjigjur të gjithë këtyre pyetjeve, si dhe për të dhënë një përgjigje të qartë pse duhet t'i besojnë banorët e kësaj ane edhe një mandat tjetër 4 vjeçar Isen Shabani. Ju fitua zgjedhjet, mirë po nuk është se keni legjitimitet për shkak të censusit. Çfarë do të bëni ju që ta ktheni rinin në të ardhmen që mos përsëritet edhe një herë situata e njëjtë? Realiteti është se nuk është se arritja e cenzusit është për shkak të mungesës rinis apo që vërtet ka aq numër të paktët në komunën tonë. Problemi është se listat janë të frira, kam folur edhe në emisione tjera, po edhe me qytetarët kur kemi folur, listat janë absolut të frira, të papastruara që nga viti 2001. Kemi domethënë njerëz të cilët tani më nuk jetojnë në mesin tonë, ata nuk janë pastruar nga lista e votimeve dhe kemi një numër enorm të rritur ku në komunën e Vrapçishtit gravitojnë si votues 27.000 diçka, kurse në regjistrimin e fundit në vitin 2021 ne kemi si rezident 19.000 diçka. Po atë dosha të tha, a do thotë se migrimi ka ndikuar, është një ndër faktorët e rëndësishëm migrimi? Realisht migrim ka pasur çdo herë, duke filluar që nga Jugoslavia, në ish Jugosllavinë, domethënë edhe pas pluralizmit, domethënë nga Maqedonia që është krijuar domethënë si shtet, çdo herë ka qenë e njëjtë. Mirë po, në këtë rast ne dishim mirë se çfarë përgatitet domethënë nga pushteti qendror, në veçanti nga kuzhinat e VMRO DPMNE-s. Mirë po, ja që tani jemi në një situatë ku nuk kemi cenzus, patëm 60 ditë shtirje të marrë ingerencave, personalisht flas për komunën dhe për mua. Po 11 e kemi tani domethënë ka gati edhe 3-4 ditë ne do shihim në 11 janar ku më nuk aplikohet cenzusi. Zotëri Shabani, të flasim pak për ujin, infrastrukturën. Duke marrë parasysh që në Dobërdoll dhe në Negotin, një temë shumë e diskutuar, janë ndërtuar 2 filter stacione me kredit të bankës qendrore. Mirë po edhe pas shumë vitesh aty përsëri ato filter stacione nuk janë funksionale. Cili është komenti juaj mbi këtë? Do të bëhet nëse ju zgjidhni përsëri kryetar komune, do ta zgjidhni këtë problem që mos të kenë ata banor problem me ujin, kanalizimin? Tani do të jemi më të qartë dhe më konkret. Kemi problem domethënë se nuk kemi ujë apo flasim në aspektin e cilësisë të ujit? Po flasim që nuk është furnizimi me domethënë, po furnizimin, nëse flasim për furnizimin, nuk është se flasim për cilësinë e ujit. Para disa ditëve, konkretisht mund të them që ka ndoshta një javë që unë kam publikuar, domethënë nga shtëpia e shëndetit publik, që uji për pije është i garantuar dhe ka gjitha standardet për pije. Në flasim për rastin konkret që jo, ka për shembull kritika edhe për furnizimin e ujit, si fshat, në këto 2 fshatra të cilat po diskutohen në krye të komunës që kam qenë unë, kur nuk ka ndodhur në kohë të dimrit që mos ketë ujë për pije, mos ketë furnizim të mjaftueshëm. Ndodh interesant është që ndodh në 2 muajt e fundit dhe vazhdimisht ka polemika në fshatin Dobërdoll se ka mungesë për ujë të pishëm. Që 8 vite më herët nuk ka ndodhur. Nuk e kam të qartë edhe unë si mundet në ta dimoj gjithë kjo polemik që nuk ka furnizim. Po çfarë është problemi me këto filter stacione? Unë besoj që tani do të drejtoheni Poverenikut, ta pjesni ata, ai ka ingerenca, domethënë to plota në këtë drejtim dhe ai është edhe në Karigën. Po jo komuna nuk është se nuk ka këtu një përgjegjësi apo po këtë do ta pjesni Poverenikun. Ja e shihni që nuk ka përgjegjësi, domethënë me ardhjen e tyre për të dimoj në komunë, ja gjitha këto probleme që kanë ndodhur, kur tash 8 vite nuk kanë qenë këto probleme. Tani për 2 muaj janë shfaqur. Kjo është diçka e qëllimshme, diçka e koordinuar, po nuk më bën mua asnjë problem si Isen Shabani apo që do të ndikojnë në aspektin politik, të jenë të sigurt ata që nuk do të ndikojnë në aspektin tim politik, përpos që nuk mund t'i leshti 9.000 banor të fshatit Dobërdoll nëse marrim edhe Toplicën me 3-4.000 banor andej që t'i lënë pa ujë për pije në këto kohë në shekull 21. Pa do zgjidhet si problem kjo në mandatin e ardhshëm, që pastaj kjo ka qenë zgjedhur në 2 mandatet e mia dhe nuk do të ekzistojë më ky problem. Nga dita e hënë, jeni të sigurt, nga dita e hënë përsëri jam në krye të tjerës dhe personalisht unë atë ditë do të jem në vendngjarje dhe do ta shihni që nga e hëna nuk do të ndodhë ky problem. Ditën e hënë ju bëj apel që bashkarisht me mua të vini dhe të shihni a do të jetë ky problem ajo. Kur po flasim për infrastrukturën, sa rrugë do të ndërtoni?
Për momentin i kemi 11 të kontraktuara, 5 janë të nisura, por të pambaruara dhe 6 do me thënë fillojmë nga marsi, presim ditë do me thënë nga koha e pranverës që të jetë koha më e mirë, të ketë kushte për punë dhe fillojmë edhe me 6 projekte të tjera të cilët i kemi në infrastrukturë. Rruga në Kalisht. Rrugën të cilën e keni përmendur tani në fushat Gradec. Nuk ju mjaftuan 8 vite që ti ndërtoni këtë rrugë që mos t'i diskutojmë tani? Nuk e di si ju thoni nuk janë ndërtuar. Projektet janë në faza, në 3 faza. Edhe për rrugën e Kalishtit projekti është në 3 faza. Po rrugët janë shkatruara, njerëzit qytetarët duhen të shohin rrugët e rregulluara. Gaboheni nëse thoni në këtë që janë rrugë të shkatruara, ju keni edhe incizime, tani mund të incizoni çdo rrugë, çdo arterje kryesore. Po që se hasët dikun se ka një grop në këto arterjet kryesore, unë do të kërkoj falje publike, po ndoshta edhe do të tërhiqem në këto 3 ditë. Merri arterjet kryesore në gjithë komunën e Vrapçishit. Jo, po flasim për fshatrat brenda, domethënë rrugët. Për fshatrat e Malësisë flisni ju. Në fazën e parë, domethënë unë kam arritur ta bëj fazën e parë që projekti është. Cilët rrugë janë në prioritet kur po flasim për infrastrukturë? Prioritet tani kemi në të gjitha fshatrat janë prioritet të 11 rrugët që ne i kemi folur dhe nuk mund të themi se kjo është prioritet, kjo nuk është prioritet. Në këtë vit, do me thonë, nga pranvera 6 projekte të cilët nuk janë filluar, do të fillojnë të ndërtohen. 5 janë, do me thonë, janë nisur, por janë të papërfunduara për shkak kohës dhe për shkak problemit të cilin kanë krijuar povereniku në çështjen administrative, me ndalesa, me urdhëresa, mund shkoni edhe në komunë të shihni nëpërmjet arhivës, do me thonë, ku povereniku ka dhënë urdhëresë për ndalesë të punimeve, ndalesë të përkohshme të punimeve. Rruga Brahim Agave që është në Dëvërdor, do të bëhet edhe ajo pjesë? Mund të shkoni, incizimet i keni, të shihni që 70% ajo rrugë ka mbaruar, me ujësjellës, me kanalizim, me asfaltim dhe 30% ka ngel pjesa poshtë, të them 30%, ndoshta nuk është edhe 30%, po e themi që ajo do me thonë tash për shkak kushteve klimatike nuk do të thotë që të gjithë këto fshatra do të kompletohen sa i përket infrastrukturës në mandatin e ardhshëm. Po, qytetarët janë të vetëdijshëm, qytetarët shohin bashkarisht me mua, jemi çdo ditë, flasim, bisedojmë, zhvillojmë, ndërtojmë komunën tonë dhe prandaj edhe kisha një rezultat në 19 tetor ku rezultati është i qartë për të gjithë. Diferenca ishte 13 me 1. Zëri Shabani, kur po flasim për ndërmarrjet, komuna e Vrapçishit është një ndër komunat e cila po kritikohet më shumti për shkak të ndërmarrjeve që kanë funksion të mangët. Si do ja vëni ju që ndërmarrjet në këtë komunë, po flasim për pastërtinë e qytet dhe ndërmarrje tjera që të jenë më funksionale? Komuna e Vrapçishit ka vetëm një ndërmarrje, ku tani në mandatin e tretë në programin tonë. Do thotë që për shembull do duhet të disperzohen aty, do të dalë që ndërmarrjet të ndahen, të disperzohen rolet, përgjegjësitë, që të jetë më efikase komuna sa i përket shërbimeve komunale. Tani nuk flasim për disperzim, ne do të krijojmë ndërmarrje për higjienën publike, për higienë publike që ne nuk e kemi dhe nuk ekziston ajo ndërmarrje. Të vetme ndërmarrje që ka komuna e Vrapçishit ku menaxhon vetëm me ujim për fije dhe në program e kemi që në mandatin e tretë do të krijojmë ndërmarrjen për higienë publike. Do të krijojmë ndërmarrje të re. Po ju keni pa 2 mandate, 8 vite. Pse nuk e keni bërë këto brenda 8 viteve, 2 mandate? E vërtet është se mund të themi 2 mandate nuk është krijuar ndërmarrja. Apo nuk kanë qenë mjaftueshme? Jo, nuk themi se nuk kanë qenë të mjaftueshme, por duke pasur parasysh një buxhet, një komunë të cilën ti e trashëgon me 2.2 milion euro, komunën dhe 500.000 euro ka qenë ndërmarrja me borxh. Dhe tani në gjitha këto projekte që shihni diku janë mbi 15 milion euro për 2 mandatet e mia, projekte kapitale të investuara dhe pa asnjë detyrim, besoj që është shumë për një komunë rurale, ku ne edhe moton vetë themi ato që ne nga një komunë rurale do të transformohemi në një komunë urbane. Dhe ju mund të shihni që në komunën e Vrapçishit janë ndërtuar qendra për fëmijët me nevoja të veçanta. Do të flasim edhe pra që është në Gradec. Do doja t'ju pyes kur përmendet borxhin e komunës, sa është tani borxhi aktual i komunës? Borxhi aktual i komunës është bashkë me ndërmarrjen, po flasim kombëtar. Nga 600 deri në 700.000 euro. Dhe këtë e kam thënë në çdo emision, vazhdoj ta them apo në qoftë se nuk është i borxhun kërkoj falje publike. Borxhi është ki, më vjen keq se ato nuk dinë se si funksionon apo mund t'i marrën të dhënat të sakta. Në qoftë se nuk dinë, në komunë e kam parasysh që ato nuk janë të aftë dhe nuk dinë t'i nxjerrin, të marrin domethënë kontabilitetin komplet, llogaritë përfundimtare dhe të nxjerrin borxhin real sa është, mund të kërkojnë ndihmë nga Ministria e Financës, si Ministria e Financave të jap të gjitha të dhënat edhe bashkë me llogaritë përfundimtare që dhe do ta shohin sa është borxhi real. Sa shkolla ndërmend e keni të riparoni, të ndërtoni, keni
Ajo menduar? është në kontinuitet, nuk diskutohet, po për momentin të themi se gjitha shkollat ne I kemi ndër shkollat më të mira në gjithë nivelin shtetëror. Mund të shkoni të inqizoni, të shihni, të pjesni pjetarët në çdo fshat, në çdo lokalitet, në çfarë gjendje janë shkollat tona. Në gjendjen më të mirë se thash në gjitha komunat tjera, mos flasim në komuna rurale, flas edhe në krahasim me komunat urbane. Disa pyetje që na kanë ardhur në redaksinë e historit janë departizimi I arsimit në këtë komunë. Çfarë është puna me disa arsimtar, të cilët me përvojë mbi 8 vite janë përjashtuar nga puna. Si e justifikoni këtë? Çfarë është problemi me Flet për njerëz adekuat apo jo adekuat. Çdo herë flas tu duhet t'i ndajmë send dhe të jemi të korrekt I për bie që ata opinionin. nuk kanë qenë Po nëse dikush thoni që pas ka pasur 8 vite përvojë pune dhe është larguar nga puna, I bie që nuk është adekuat. Ata të cilët janë adekuat, janë edhe me vendime pune. Në mandatin tim janë ndarë mbi 70 vendime. Unë vetë I kam firmosur 70 vendime pune për njerëzit adekuat. Dhe ata të cilët Po ja, për janë shembull, pse disa punonjës të arsimit shihen në tubimet partijake të juaj? Ndëgjo, tani nëse flasim, kjo është gjithçka është personale dhe dëshire dikujt. Ne kur kemi një tubim, ne nuk flasim a janë në arsim, a nuk janë. Ne bëjmë apel për të gjithë qytetarët e komunës së Vrapçishit. Në atë tubimin ton të ndiqet programa jon për 4 vitet për mandatin e ardhshëm kjo është. Dhe dëshira e çdo kujt që është e mirëseardhur dhe nuk mund ta ndalojmë. Nuk ka të bëjë a është I punësuar apo është në sektor privat, është në sektor publik apo në sektor A janë të privat. mirëseardhur edhe hoxhallarët, imamët? Po, për ne janë të gjithë, po nga etika e tyre ato vetë vlerësojnë, unë nuk mund të hi nga ajo, nëse ato kanë shpreh dëshirë vullnetin, se nuk janë të mirëseardhur, çdo gjë është në rregull. Çfarë është muhabeti I imamit të Dobërdollit? Pse tani po delet që është I keq ai ose po bën politik? Unë nuk kam thënë që është I keq, jam nxjerrur nga konteksti në këtë, unë kam thënë që derisa ti ke një mantill të imamit, është mirë që të bëhen punët aty ku je kompetent dhe të marrësh përgjegjësi dhe të flasësh edhe për atë që ke obligim. Por çdo tjetër njeri, apo për çdo imam, kushdo qoftë, mos marrim emra, ata të cilët duan të mirën me politikë, e ndershme dhe shumë normale edhe shumë demokratike, të heqësh mantillin e imamit, edhe hajde bojrum në garën politike do të matemi. Si u bë tani I papërshtatshëm ose them kushtimisht I keq ai imam përderisa ai u ka ndihmuar në fillim juve? Ndëgjo. Unë Besoj kam e keni- thënë këto, e po e kanë kam ide dëgjuar edhe fjalët Ai se imam ju çfarë ka ka ndihmuar në folur. fillim Po. juve, ndërsa tani nuk është I mirë. Si u bë kjo Ai ndryshim? mund edhe tani të më ndihmoj. Nuk them për atë sa më ka ndihmuar ose tani nuk më ndihmon. Kam thënë vetëm një gjë. Dokumentin të cilën e kanë nxjerrur është nga institucion jo adekuat I nxjerrur. Në këtë rast mund të ketë menduar mirë që ai do ta publikojë atë dokument, nga dikush që ja ka ofruar atë dokument dhe nuk e ka njoftuar hoxhën se ai institucion I cili ka bërë analizën e ujit është jo adekuat. Dhe në politik apo në jurisprudencë, një dokument apo një institucion I cili është nga një institucion I adekuat merr përsipër diçka tjetër, në jurisprudencë quhet falsifikim. Do këtë e kam thonë, dokumenti është I falsifikuar nga vetë institucioni I cili e ka publikuar, konkretisht nga Agencioni për Ushqim dhe Veterinari, ku nuk është kompetent. Nuk kam thënë se ai e ka falsifikuar. Them institucioni jo kompetent. Me një nxjerrje të dokumentit, ai dokument merr karakterin e falsifikimit, I nulshëm është. Kjo ka qenë gjithë ideja që unë e kam folur. Kur po flasim për transparencën institucionale, nuk është që Vrapçishti radhitet në ato raportet ndërkombëtare sa I përket si një ndër komunat më transparente. Dhe faqja e komunës ishte shumë e varfër sa I përket informacioneve. Nuk ka ndonjë publikim ose informacion të ketë më shumë. Në cilët mundoni- kohra mund të themi. Po, unë nuk pash informacione sa përket kontratave, tendereve, informacione të përditësuara. Do të bëni që komuna të jetë më transparente, të ketë një transparencë institucionale. Transparenca kur është në maksimum. akuzoni po ashtu edhe për Nuk e di tani në kontratat- cilën vepaqja ka, do me thonë vepaqen zyrtare të vetën dhe ka edhe faqen zyrtare edhe Unë në nuk e di, Facebook. një- Nuk e di në cilin e keni Okej. shikuar, po nëse I përket transparencës, në qoftë se nuk mund të gjenden, nëse thoni ju në vepaqen e komunës, atëherë do të hini, do me thonë, në sistemet online. Të gjitha, në Open Finance keni kontratat. Të gjitha kontratat, do me thonë, të furnizimet publike janë të ngarkuara të gjitha kontratat. Zoti Mund t'i Shoman, merrni po aty. nuk tregoni se çfarë punë bëjnë ata njerëz të cilët janë të angazhuar me kontratë.
do ta bëni publike, për shembull, X personi se çfarë roli ka në komunë. Ne shohim disa emra për të cilët nuk dim se çfarë roli kanë ata në komunë. Për këtë po flasim. Mirë, nëse ajo komunën nesër do ta keni të hapur, do të shkoni në arhivën e komunës, keni edhe poverenikun aty ku do të lidhë, çdo kontratë e cila është e lidhur, do ta nxjerrni dhe do ta shihni, domethënë, arsjetimin apo lidhjen e kontratës me çfarë punësh është i angazhuar. Mbas angazhimeve që i kemi dhënë, janë të cekura edhe në kontratë se cili është roli i tyre dhe punët e tyre që ata duhet t'i bëjnë. Qendra për fëmijët me aftësi ndryshe. Thonë që nuk është funksionale, ka të punësuar aty të cilët marrin pak, mirë po nuk është që ka, domethënë është funksionale tamam. Si qëndron e vërteta e kësaj qendre në Gradec? Ajo ka qenë një projekt pilot dhe vazhdojmë ne tani ta financojmë nga vetë buxheti i komunës së Vrapçishtit. Në fillim ne me Ministrinë e Politikës Sociale kur e kemi filluar këtë pilot projekt, nga fati 3 vjeçar i cili është financuar nga Bashkimi Evropian dhe pjesa e mbetur tani që 6 muaj financohet nga ana e komunës, presim që sa më shpejt Ministria e Politikës Sociale të licencojë atë dhe të fillojë domethënë shpall konkurs për njerëzit të cilët kanë qenë apo janë tani për momentin sa ata njerëz janë domethënë adekuat, janë të licencuar për punën e tyre dhe presim që të zyrtarizohet si institucion. Ju thoni nga një radhë se duhet domethënë edhe pak kohë që të nisë të funksionalizohet, zyrtarizohet, mirë po aty ka të punësuar. A do thotë kjo një keq përdorimi i paras publike, pasi ata marrin rroga kot? Ajo nuk është e s'është kot, sa ato janë aty të punësuar dhe punësojnë, ka edhe fëmijë të cilët shkojnë aty për çdo ditë janë, tani është koha e pushimeve, ashtu siç kanë shkollat, në këtë periudhë domethënë janë në pushim, po të njëjtit në këtë kohë janë në pushim. Ditë të tjera i ke vazhdimisht në punë ato dhe nuk ka keq përdorime derisa ata punojnë aty dhe ne nëse do ta mbyllim sot sipas jush apo sipas dikujt, atëherë ne nuk mund të themi se do ta licencojmë ato. Do t'ja vëmë drejtin edhe mos merrim me ato dhe mos ekzistojë më ai si institucion. Do të filloj domethënë vitin e parë nëse zgjidheni kryetar komune, Unë permanent në jam duke të punuar në ato drejtim, domethënë edhe këto 6 muaj të cilët ne kemi mbaruar me pilot projektin dhe kemi filluar përgatitjen e licencimit të institucionin kemi regjistruar. Tani i licencimin që të marrim nga Ministria e Politikës Sociale, ku mund edhe të shpallim konkurse që ato më të jenë me vendim të përhershëm dhe të funksionojë në normalitet si gjitha institucionet tjera që i ka krijuar Komuna e Vrapçishtit. Edhe 2 pyetje të fundit. Ju keni biznese familjare. Kanë përfituar ndonjëherë nga komuna? Të jeni të sigurt, jo në Komunën të Vrapçishtit, po në asnjë tenderim publik kompanitë e mia në gjithë Republikën e Maqedonisë nuk kanë aplikuar dhe nuk do të aplikojnë. As në mënyrë të drejtë për drejtë, as indirekt. As të drejtë për drejtë, as në indirekt në asnjë tenderim publik, jo në Komunën e Vrapçishtit, në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mandati i tretë, mi thoni 3 projekte kapitale për të cilat nuk do të diskutojmë përsëri pas 4 vitesh. Kanalizimi në gjithë territorin e Komunës së Vrapçishtit, ujësjellsin bashkë me rezervarin për 50 vite të ardhshme në fshatin Vrapçisht që do të zgjedhin për 50 vite të ardhshme, që kemi pasur problemin më të madh nëse e quajmë në territorin e kohë, ka qenë ujësjellsi i Vrapçishtit, projekt shumë kapital mbi 2,3 milion euro është investimi, kanalizimi, ujësjellsi, edhe njërin nga projektet do ta zgjedhëm bashkë, mendoj se un kam shumë projekte, po njërin do ta zgjedh bashkë me ekipin tim dhe këtë do ta lëm surprizë për ndoshta një herë tjetër ta themi. Zotëri Shabani, faleminderit shumë dhe të kërkoj ndjes për shkak të rreshjeve të shiut, mirë po ky vend nuk ka se si të mos xhirojmë këtu pasi më pëlqeu shumë ky vend. Uroj që të keni sukses, shëndete dhe faleminderit edhe një herë për kohën. Ju pëlqeu ky vend apo? Shumë i bukur ishte. Njëri nga investimet që un kam bërë gjatë mandatit të mia. Uroj që edhe pjesa tjetër të bëhet me rrethoj dhe të bëhet akoma më i bukur. Besoj që mandatin e tretë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Gjitha të mira.